Kambisti i grabitur nga grupi Italo Çelës e Nuredin Dumani trofeu në gjykatën e posaçme momentin kur ra viktime kësaj ngjarjeje. Mëngjesin e 19 dhjetorit të 2012-s, Xhemal Lici asokohet 45 vjeç, dëshmoi se sapo doli nga shtëpia në orën 7 mëngjesit, 4 persona të armatosur i vodhën parat e më pas e lanë të plagosur në derë të shtëpisë. Zakonisht u ndilja në orën 6:30 nga shtëpia. E kam shtëpinë 2 katëshe në lagjen Kala. Mora 12 milion lekë të reja, i kisha në çantë, i futa në bagazh të makinës, pastaj u ktheva të mbyll derën e shtëpisë. Ata më gjuajtën me plumë në gjoks dhe në gjuhë. E pash makinën e autorëve duke shkuar te makina ime. Kishin një Peugeot të bardhë me xhama të zi. Fillimisht më sulmoi njëri, pastaj të tjerët. Më goditën me tyt. Kishte disa lloje goditjesh, nuk i përballova dot dhe rash në tokë. U ngrita të futesha në shtëpi, kur vajta te dera humba ndjenjat. Me sa pash 3 më goditën, njëri më mori lekët. Ishin me kapuç dhe veshje doku blu si uniform policie, si ato të ndërhyrjes së shpejtë. Lici tregon se përmes një interviste televizive që Talo Çela ka dhënë, ishte në gjendje ta identifikonte, por u sigurua më tepër kur Nuredin Dumani, i penduar i drejtësisë, dëshmoi krimet për prokurorin. Talo Çele nuk e njihja në atë periudhë, deri në 2012 as nuk kisha dëgjuar për të. I vllai i tij Bujar Çela vinte dhe më thoshte çau bë me ata njerëzit. Nuk e dija që Bujari ishte vllai i Talo Çelës. Ai ka punuar taksixhi në të zezë. Thyente 20 deri 30 euro. Pyeti një herë, nuk i dash përgjigje, pyeti sërish dhe i thash ty s'të vjen keq për mua, Bujar, pse po pyet? Kur më pyeti sërish, i thash Bujar, kjo është mizë nën kësul. I thash mos të shoh më në dyqan nëse vjen për këtë punë. Njëri kishte dorezë të dora, në kokë kishin kapuç të zinj. Talo Çela e kishte kafe. Dukej pak, prandaj e dallova në televizor. I pyetur nga 2 prokurorët e çështjes Doloreza Musabelliu dhe Behar Dibra nëse është në gjendje të identifikojë dikë nga të pandehurit e tjerë në kafaz, Xhemal Lici përgjigjet jo.